Sot ne apelojmë për negociat dhe sot i kërkojmë qeverisë shqiptare që larg retorikës megalomane, larg retorikës për Shqipëri të madhe, larg retorikës për premtime që nuk mund të mbahen dhe që nuk janë realiste, ne të përkushtohemi sot në disa çështje që janë konkrete. Sot ne kemi preferuar që të investohemi në arritje konkrete për qytetarët që jetojnë në luginën e Preshevës. Sot ne investohemi për arsimin, prandaj kërkojmë që të ketë më shumë investime nga shteti jam për arsimin Preshev. Sot ne fokusohemi tek shëndetësia si diçka e prekshme, ndaj dhe kërkojmë ndërtimin e një materniteti në luginën e Preshevës dhe sot ne fokusohemi tek dinjiteti. Ndaj dhe sot dhe kërkojmë që të ketë një negociat mbi mënyrën se si do të procedohet në çështjen e memorialit në Preshev. Duam gjithashtu që ti kërkojmë qeverisë shqiptare që përtej retorikës nacionaliste të veprojnë në mënyrë konkrete dhe me incidentet që kanë ndodhur në ditët e fundit në kufirin shqiptar. Është e patolerueshme që familje shqiptare ndahen në kufi, duke qenë se regjistrimi i toponimeve në gjuhën greke dhe në gjuhën shqiptare nuk përkon me kërkesat që ka vënë pala greke. Sot ne jemi një shtet sovran dhe është detyra e shtetit am që të reagojë edhe për shqiptarët në Preshev, edhe për shqiptarët në Greqi dhe për shqiptarët kudo që janë.